Na edhe ne dashur miq, rikthehemi pikërisht tek qytetari. Do rikthejmë parat tek ju. Do vendosim minimum jetik 200 euro. Do vendosim rrogën minimale 500 euro. Do vendosim kartën e konsumatorit ku ata që marrin rroga të ulta dhe pensionet kenë 20% më lirë ushqimet. Do vendosim. Asgjë, do vendosim. Do vendosim listën e rimbursimit të ilaçeve që ka sot Republika Italiane. Që asnjë për ju mos kërkoj nga njerëzit e vet ilaçe në Itali. Ti bleni këtu. Për çdo biznes të vogël, energjia do jetë 6 lekë dhe jo 18 që është sot. Hapësira publike do t'jetë 5 herë më lirë se sot, nga 1500 në 120. Tarife e ujit do përgjysmohet. Tavanet për të vëshën dhe tatim fitimin për biznes të vogël rritën në 180.000 euro. Tatim fitimi dhe tatimin mbi të ardhurat nga 23 zbret në 10%. Rrogat rriten me njëherë 13%. Të vëshëja zbret në 15%. Sot po më pyeste një gazetar, po, Sali, po, çfarë pruri Krisla Sivitan, këshilltar tek ju? I thash unë, po ai programe pruri, thash unë. Po çfarë program? Po është programi e tha vetaj, programi Reaganit. Programi atyre që besojnë në taksat e ulta, në lirinë ekonomike, në fuqinë individit. Fermerë të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë, fermerë të diskriminuar, të goditur rënd nga Ballkani i hapur dhe qendrimet më të papërgjegjshme të kësaj qeverie. Në 100 ditë, vetëm 100 ditë, ju a fjallën se do pesfishohen subvencionet tuaja për çdo fidan të mbjellë, për çdo njësi prodhimi, për çdo bagti të mashtruar. Dhe hiqet çdo lloj kriteri. Jo duhet të ketë kaq hektar apo aq hektar, kaq kokë apo aq kokë. Jo, për çdo gjë që keni do të subvencionohi. Miqtë e mi, të gjitha këto japin frymëmarrje, me këto kryejmë detyrim moral, kthejmë parat tuaja. Garantoj pronart se brenda 4 viteve do marrë zgjidhje përfundimtare problemi pronave dhe nëse do lindte nevoja për të marrë kredi, do mirrim kredi, por s'ka asnjë nevojë. Garantoj të përndjekurit politik se dëmshpërblimi i tyre dhe kompensimi merr fund brenda 4 viteve që vinë. Sikundër, rritjet e rrogave dhe pensioneve vazhdojnë, gjersa ne të dalim përsëri në krye të gjitha vendeve të rajonit për rroga dhe pensione. Asnjë nga vendet e rajonit nuk ka pasurit që kanë shqiptarët. Ja u them unë ju. Dhe ato vidhen dhe vetëm vidhen. Se nëse ato administrohen, mjaftojnë për mirëqenien, begatin e mbarë shqiptarëve. Miq, këto realizohen në 100 ditë, por diçka tjetër më thelbësore, ajo nuk realizohet dot në 100 ditë, po ajo do të jetë
Beteja e jetës tonë. Beteja e jetës tonë do t'jetë që ky kom të vi përsëri në moshën e rinis. Ky kom të vi përsëri në moshën e rinis. Fati ynë, ekzistenca jonë, do varet nëse ne do t'a sjellim prap kombin në moshën e rinis ti, apo do t'a lam të mplakët të rrudhët gjë në zhdukje. Kur s'do të pranojmë të dytën. Ndaj dhe do fillojmë. Për fëmin e parë, bonusi 70 euro. Për fëmin e dytë, bonusi 60 euro. Për fëmin e tretë, bonusi pages nga linja gjerë në 23 vjeç çdo lloj shpenzimi. Për fëmin e katërt, të njëjtën gjë. Do bëjmë çdo gjë që ata qindra mira, vajza dhe djemë që u larguan nga Shqipëria, të kthehen në Shkodër dhe në Shqipëri, 5 vite pas një taks, grante, kredi për bizneset e tyre, kredit buta për strehimin e tyre. Nuk ka mision në të shejt për ne se sa të sjellim kombin në moshën e rinis. Edhe sikur të kërkohej të bënim sakrifisat më të mëdha, ne duhet t'i bënim ato. Por jo s'kërkohet. Kërkohet vetëm vullneti hekurt për t'u përqendruar, për të mbështetur të rejat për suksesin e tyre që ëndra e tyre të çelë në Shkodër, të çelë në Shqipëri. Ndaj dhe ne. Zero tolerancë analfabetismit. Shkolla është kushti i edukimit pas familjes, i formimit, i qytetërimit të fëmijëve tanë. Do bëjmë çdo gjë. Shkolla nëntëvjeçare, çdo nxënës që mbaron shkollën nëntëvjeçare do të kalojë në shkollën e mesme. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Shkodrës, do të jam i hapur me ju. Në vitin 2006 e shifja kishim rënë shumë në kalimin e nxënësve nga klasa, nga shkolla nëntëvjeçare në shkollë të mesme. Dhe disa herë menduam në atë kohë që ta bënim të detyrueshëm arsimin e mesëm. Veç se mirë ka, sepse kombet që e kanë bërë detyrueshëm kanë përfituar nga kjo masë. Tani ju garantoj me këtë rënje, ndofta do të vendosim arsim të mesëm të detyruam gjimnaz për të gjithë shqiptarët. Nuk do ketë më mesatare si shpat Demokleu për të përjashtuar nga universiteti djemë dhe vajzat shqiptare. Dyert e universiteteve të hapura do t'jenë, dhe përveç kësaj, çdo student që studion jashtë rrethit ti do ketë bursën 200 euro. Çdo i ri që ndjek shkollë të mesme profesionale jashtë rrethit ti do ketë bursën 200 euro. Universitetet do t'jenë në partneritet të plot me sipërmarrjet. Miq, një pakt kombëtar për rinin duhet. Ne duhet kemi një pakt kombëtar që të bëjmë gjithçka për të mbështetur të rit. Në këtë aspekt, një fond 10 milion eurosh vetëm për sipërmarrjet e tyre, startupin e tyre. Startup Albania duhet jetë startup i të rive shqiptar. Një qati, çdo çifti të ri, ja kemi borxh dhe do t'ja japim. Ne do japim 30.000 euro grant, që ai të paguajë interesat e kredis dhe të blej apartamentin që tetoj aty. Pra, të rit kanë talentet e tyre,
një fond i veçantë, fillimisht 5 milion euro, për të mbështetur talentin e tyre në muzikë, në art, në pikturë, në skulpturë, në letërsi, në sport, dhe në film, në çdo fushë. Pra, ata që sot janë ujë i pakt për ne, ata duhet jenë gjaku, jeta, gëzimi, e sotmja dhe ardhmja këtij vendi, dhe unë ju jap fjalën se kjo do ndodhë, këtë ta bëjmë së bashku.